ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Këndo udhëzon Allahu, s'ka kush e lajtit nga rruga e vërtet, këndo humb s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut i vetëm i pashoq, dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Motra dashur, as pari falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na mundsoi që ta përjetojmë muajin e shenjtë të Ramazanit, ta përfundojmë me mënyrën më të mirë të mundshme secila prej nesh që na mundu me dhënë gjithë energjinë dhe fuqinë që kemi pas për me punu punë të mira, me shtu veprat e mira, edhe inshallah me veprat tona me ngrit devotshmërinë në zemrat e çdo njanës prej nesh, edhe inshallah jemi prej atyre të cilat Allahu na i ka pranuar çdo vepër sado e vogël qoftë gjatë atij muajit, edhe falenderojmë Zotin që kemi dalë faqe bardhë edhe kemi përfunduar këtë muaj me sukses inshallah. Pra, sonte kemi vendosur së bashku me Laurën këtë temë ta shtjellojmë së bashku në këta pak minuta çka pas Ramazanit. Me të vërtetë Ramazani është një mundësi të cilën nuk e kena të përsëritje të dytë brenda vitit, e kena vetëm një herë në vit, po çka më ndodh me neve pas këtij muaji kaq të bekuar që patëm dhe si të veprojmë që të mbesim në atë stabilitetin e punëve të mira edhe pas Ramazanit. Pra Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar thot: "Wa abudu rabbaka hatta ya'tiya al-yakin." Dhe adhuro Zotin tënd derisa të vijë ty e vërteta, e sigurt. Çka është ajo? Është vdekja. Domethënë, Allahu na porosit në ajetin kuranor që na thot se duhet të adhurojmë Zotin derisa të na vijë vdekja, jo të bëhemi adhurues sezonal, jo të bëhemi besimtar sezonal. Qysh? Vetëm brenda muajit Ramazanit mu mundu me qenë imani jon maksimum, me qenë të rujtura për çdo të keqe, po sa të përfundon ky muaj, mi u rikthyna rutinës tonë, punëve, jetës qysh e kena pas edhe para Ramazanit. E që nuk duhet të jetë kështu. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë, punët më të dashura të Allahu xhaleshanuhu janë ato të cilat janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Çfarë hadithi kuptim plot, që na jep me kuptu që ato punët që kena fillu në Ramazan, sa do qofshin ato, kena qenë të rregullta namaz, i kena kry, nashta para Ramazanit nuk ka qenë dikush e rregullt në faljen e namazit, atëherë në Ramazan, posa ka hyrë Ramazani, ka fillu edhe është mundu që në maksimum me qenë e rregullt gjatë Ramazanit. Mirë po, jo vetëm farzin, po dikush që ka fal farzin veç jashtë Ramazanit, u mundu që në Ramazan me falja dhe sunetin. Pastaj, kena pas njëri që nashta ka qenë Ramazani parë që e ka xhiru, po, çka kena mundësin me vazhdu me ritëm të xhirimit edhe pas Ramazanit. Cila është mënyra me vazhdu prap? Është muaji i Shevalit, që pejgamberi alayhis salam na ka mësu dhe na ka porosit. Qysh, ka thonë, kush e agjeron Ramazanin edhe i pason me agjerimin e 6 ditëve të Shevalit, do të jetë i shënuar të Allahu xhaleshanuhu ai njeri, sikur se ka qenë agjerues gjatë gjithë vitit. Subhanallah, për privilegje, edhe me 6 ditë, brenda një muajit, kera mundësi mu shënu të Allahu, sikur me qenë agjerues gjatë gjithë vitit. Qysh i bjen kjo? Matematika e kësaj është se 365 ditë i ka viti. Këtu pejgamberi po thot 360 ditë, kush i agjeron shënohet te Allahu sikur ka qenë agjerues së gjithë vitit.
që të pesku po në mbesin, e që pyetjen e parë ma ka po djali em, tha 365 ma më pesku janë. 5 është haram i agjëru 5 ditë brenda vitit. Ato janë dite e parë e Fitr Bajramit, edhe 4 ditë të Kurban Bajramit i kena haram me agjëru në jetë, edhe gjatë vitit. Kështu që 365 ditë pi bjen komplet viti edhe të Allahu inshallah jena agjërues. Pra, kjo është nuk po më të fletë disa telefonata, ma bëni Allah. Kështu që kjo është begatia dhe mundësia të cilën Allahu xheleshon hu na ka mundësu që mrena vitit jemi të nomit e ai si gjithë vitin ke qenë agjërushëm. Kena kohë një muj, dhe më hamë pas Ramazanit me agjëru këto 6 ditë, e që veç thuj se 10 ditë na shkun, po mundohemi që edhe qëto ditë pak se na kanë metë edhe 20 i kena në dispozicion që me mujtë me agjëru këto ditë. Këto ditë nuk i kena obligim me agjëru bashk, dhe më hamë të pandërpreme, mujna me agjëru 2 ditë me pushu, një ditë, 2-3 ditë agjëra, një ditë pushon, dhe më thonë, kjo është mundësia të cilën Allah unë e ka letësu dhe kena mundësi gjatë gjithë muajt, mrena muajt me agjëru këto 6 ditë. Po ta pyetje edhe prej xhamatit sot se nesër janë ditë e bardha të muajit këtij muaji, domethënë çu ka thënë pejgamberi alayhis salam çdo muaj janë ka 3 ditë bardha që është synet me agjëru, o më tha çysh me agjëru. Kena mundësi me agjëru me 2 njete, se këto janë afile, domethënë agjërojna edhe me njetë ditëve të bardha, edhe me njetë të shevalit. Me 2 njete agjërojmë një ditë. Kjo është një lehtësim, edhe inshallah një shpërblim më i madh për ata që e veprojmë. Pra, punë më dashura të pejgamberit alayhis salam tha të Zoti janë ato të cilat janë të vazhdueshme. Çka kena pas mundësi në Ramazan që e shoh që ka qenë shtim i asoj pune me xhamat, në familjar, gjithkohë, domethënë sa më shumë shikojshin kush ka nevojë me dhon sadaka. Po mos ta harrojmë që Allahu është ai i cili na mbikëqyr edhe 11 muaj tjerë, jo vetëm muajin e Ramazanit. Na shes se çka po bëjmë na me pasurinë tonë, na shes se çfarë ndjenja kena për ato të cilin nuk ka mundësi materiale. Mundoni që prej asoj pasurisë që kena të ndajmë edhe me të tjerë. Sa do vogël qoftë. Mos mendoni gjithherë që duhet me pas pasuni të madhe për me dhënë sadaka, edhe me arrit shpërblimin e sadakas. Qysh ka thonë një sahabi ka thonë ja Resulullah, unë s'kam mundësi mi ushtru iftar gjithve. Ka thonë qofse edhe vetëm një hurme e ndan për gjysmë me tjetrin, kjo konsiderohet sadaka, edhe konsiderohet që i ke dhënë agjërusit iftar. Pra, edhe në ditë e shevalit kena mundësi hala me shtru iftar. Mblidhmi motrat me një vend edhe e bojnë edhe një iftar të përbashkët, edhe këtu shpërblimi nuk mungon. Por i them vetes edhe juve, të bojna rregull që një javë bile mos më na kalu pa i dhënë dikujt sadaka. Jo një ditë. Se nashta një ditë është shumë se dikush s'monet ose me majt men ose si jepet mundësia çdo ditë. Po s'paku bile java mos më na shku pa i dhënë dikujt sadaka. Qysh me bë këtë rregull? S'paku ditën e xhumë mu mundu që dikujt me dhënë sadaka. Sepse dita xhumë është ditë feste për besimtarin. Veprat në ditën e xhumë edhe është një ditë feste që edhe shumë fshim i veprave të mira. Është një orë që ka thënë pejgamberi alayhis salam që nuk thehen duat mrapa. Nështë ati dikujt ja jep një sadaka në ditën e xhumë, e qëllon ajo orë që ai bën dua për ty, edhe Allahu ta shumë fishon me mirësi për hatër të asaj sadakajës, sa do të vogël që ja ke dhënë dikujt. Për ata, pra, na patëm çka pas Ramazanit temen, që të mundohemi motra të mbajna qatë potencialin që kena pas edhe vullnetin, fuqin, dashurin ndaj veprave të mira, të vazhdojna edhe pas Ramazanit. Të vazhdojna me punë të mira jetën tonë edhe pas Ramazanit. Për arsye se
Edhe pejgamberi alayhis salam dhe dietarët islam kur e kanë bërë komentimin e ajeteve dhe haditheve që të cilat na tregojnë për vazhdimin e punë të mira, çka kanë thonë, një prej argumenteve të cilat e shohim se është pranuar agjerimi dhe janë pranuar punë të mira në Ramazan është vazhdimi në punë të mira dhe pas Ramazanit. Domethënë, kjo është një mundësi të cilën se cila prej neve muna me pyet veten se ama ka pranuar Allahu agjerimin në këtë muaj, ama ka pranuar Allahu punët në këtë muaj që lam, nëse ne vazhdojmë në çdo punë të mira. Unë e kuptoj që nuk kena mundësi dhe çdo kush e din që nuk kena mundësi me qenë stabil kur kemi qenë gjithsesi në Ramazan. Mirë po, mos mi harru bile me vazhdua dhe me pak namazin natës. A kena falë dhe ditë e fundit, nashta dikush ka falë gjatë gjithë Ramazanit, jo vetë ditë e fundit, namazin e natës. Atëhere, spaku bile 2 herë njaft, mos zgjudhe me vazhdu me namaz natës. Ditën e hane edhe ditën e enjte. Për arsye se pejgamberi alayhis salam çka ka thonë, në këto 2 ditë brenda javës ngriten veprat e Allahu xhaleshanuhu. Për ata dhe pejgamberi ka thonë, du me qenë agjerushëm kur me ngriten veprat e Zotit. Që kjo është arsyeja pse është sunet me agjeru ditën e hënë dhe të enjte. Po edhe ditën e hënë dhe të enjte me fal namaz natës, për arsye se Allahu i shënon edhe veprat tona dhe na sheh, ngriten veprat tona të Zotit, e më na gjet duke rënë ruku, duke rënë sejdë, ma mirë është të Zoti gradohemi ma lartë, se sa më na gjet Zoti duke flajt, duke kërhat, se cila në qetësinë e vet. Pra, e dim që Zoti zbret çdo natë motrën e qiellin e kësaj dynjaje. Jo vetëm në natën e 4. Çdo natë mëshira Allahu zbret në qiellin e kësaj dynjaje. Edhe pyet, a ka dikush që kërkon diçka prej meje, unë do t'i jap atij. A ka dikush që kërkon falje prej meje, unë do ta falje ata. Domethënë, këtu janë ato thirrjet që na i bën Allahu xhaleshanuhu çdo natë në pjesën e 3 të natës. Edhe nëse ne zgjohemi, Allahu do t'i marr duat tona, do t'i ndëgjoj hallet tona, do t'i ndëgjoj dëshirat tona, edhe inshallah do të na i plotësoj. Por ata të jemi musliman vigjilent, të jemi besimtare vigjilente që mos t'i lëshojmë këtë mirësi që na i ka mundsuar Allahu sa t'jena në këtë botë, sepse që shka jetin në fillim, të adhurojmë Allahun derisa të na del shpirti dhe dalëm prej kësaj bote. Se meriton Allahu të adhurojmë, edhe ne kemi nevojë për Zotin të takohemi vazhdimisht me ta, qoftë me namaz, qoftë me sadaka, qoftë me punë të mira, qoftë me një buzëqeshje që bojna për tjetrin, edhe kjo na ngritë Zoti, për arsye se e bojmë me njetë që me kënaq Zotin dhe me kënaq njeriun. Atëherë, qoftë dikush sheh mirësi prej neve dhe veprave tona, dine që inshallah dhe të Allahu do të jemi të ngritura dhe do të na i sheh Allahu punët e tona, do të na i shumëfishoj punët e tona. Allahu na mundsof që imanin që e kemi forcu dhe devotshmërinë që e kemi arrit në Ramazan me vazhdua derisa të vjen edhe Ramazani tjetër në vitin 2027. Edhe zatën na i kena shembullin më të mirë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë qenë të kujdesur dhe pas Ramazanit kanë qenë ata të cilët kanë bë dua derisa ka ardhur Ramazani tjetër, o Allah pranon ai veprat tona në Ramazan. Me mujt gjatë kanë bë dua, o Allah pranon ai veprat tona të cilat i kemi bën në Ramazan. Inshallah dhe neve Allahu na i ka pranuar gjitha veprat. Edhe na jep mundësinë që me vazhdu me ato cilësi edhe pas Ramazanit. Nuk për zgjati sonte ma shumë se kanë kërku edhe krejt që mos me zgjatë sonte ligjëratën, për arsye se kemi një datë kogja historike për Kosovën, që kanë me lujt me Turkin, e shpresojmë që kanë me dalë fitues, Allah ju ndihmoft, kush e ka të drejtën për me fitu, e Allah na mundsoft me shku për para në çfarëdo aspekti që ka vendi jonë. Allah ju shpërbleft për dëgjimin edhe durimin, inshallah ndëgjohemi në emisionet e ardhshme.